Mirdita, nderuar Presidente Jajoga, nderuar Ministre Haxhiu, të nderuar zonja dhe zotri, të dashura gra dhe vajza. Ne sot jemi mbledhur këtu jo thjesht për të hapur një panajër, por një hapësirë shprehëse dhe vend takimi diniteti e guximi. Ky panajër organizohet nga Medica Gjakova në kuadër të projektit Fuqizo dhe përmirëso jetën tënde, të mbështetur nga UN Trust Fund dhe në bashkëpunim me anëtarët e platformës Bëhu Zërim, ku janë edhe 3 organizata tjera përpos Medica Gjakovës, KRCT, Medica Kosova dhe Qendra për promovimin e të drejtave të grave në Drenas. Në këtë panajër prezantohet puna e grave të mbijetuara të dhunës seksuale dhe dhunës në baza gjinore gjatë luftës në Kosovë. Gra që nuk janë dorëzuar, por kanë zgjedhur të ndërtojnë jetën nga fillimi me duart e tyre. Ky panajër është pjesë e një rruge që do vazhdojnë në 7 qytete të Kosovës, në Prishtinë, Gjakov, Prizren, Pej, Gjilan, Ferizaj dhe Mitrovic. Me këtë nisëm, ne po çojmë mesazhin tonë të fuqizimit social dhe ekonomik të grave në gjithë vendin. Produktet që i shihni sot janë të krijuara me përkushtim, mjeshtri dhe forcë. Të njëjtat produkte i gjeni edhe në 2 dyqane të Medica Gjakovës, të cilët janë në pikë rëndësishme e vetë punësimit dhe pavarësisë ekonomike të grave. Ju ftoj nga zemra që të vizitoni edhe këto 2 dyqane, të cilat gjenden një në Prishtinë, një në Gjakov. Sot dua të shpreh një falënderim të veçantë Presidentja Atifete Jajoga dhe mikeshat e saja Emine Çunmulaj dhe Hajdi Lushtaku, që përmes ndihmës së tyre na siguruan grave pajisje që a bën të mundshme vazhdimin e punës. Përshëndes edhe ambasadat e Zvicrës dhe UNDP, që përmes granteve na ndihmuan që këto gra të zgjerojnë bizneset e tyre. Përshëndes edhe donatorin e këtij panajiri dhe të fuqizimit ekonomik, që është UN Trust Fund dhe UN Women. Dhe sigurisht përshëndes stafin e Medica Gjakovës, e në veçanti sektorin për fuqizimin ekonomik, për përkushtimin e palëkundur dhe punën e jashtëzakonshme në organizimin e këtij panajiri. Të dashura gra pjesëmarrëse, ju jeni zemra e këtij panajiri. Me çdo produkt, në çdo ngjyrë dhe detaj, ju tregoni se jeta vazhdon. Dhe jo vetëm kaq, por mund të lulëzoj përsëri. Ju faleminderit për forcën, për frymëzimin edhe për besimin tuaj. Të nderuar pjesëmarrës, ju ftoj që të vizitoni stendat, të shihni dhe të vlerësoni punën e jashtëzakonshme që qëndron pas çdo produkti dhe të bëheni pjesë e kësaj rruge fuqizimi dhe solidariteti. Panajiri është i hapur. Mirë se vini. Ndjej me të vërtet një kënaqësi dhe gëzim çdo herë kur mbledhemi për të promovuar dhe festuar sukseset e grave, fuqinë dhe punën e tyre, qëndresën e të qenurit grua, përkundër të gjitha sfidave që neve na rrethojnë. Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të parë e përkrahur punën tuaj, por edhe për t'i dhënë zë e johon fuqizimit tuaj, për të nderuar forcën dhe guximin që ju të dashura mike paraqisni. Të qenurit grua, fatkeqësisht shpesh do të thotë të jesh lehtë e qasshme ndaj sfidave, ndonjëherë na duket sikurse universi punon vetëm në këtë drejtim. Por duke harruar se forca e gruas është forca e vet universit, është dashuria, është kujdesi, mosdorëzimi dhe këmbgulja jonë, ajo që jep jetë gjithçkaje. Ne të dashura gra, jemi fituese edhe ndaj vet universit. I njëjti është krijuar për ne, andaj të mos kemi frikë për të kërkuar të drejtat tona,
të punojmë drejt dhe pa përjashtime, të punojmë për njëra tjetrën dhe të ardhmen tonë të përbashkët. Fuqizimi i grave ka qenë dhe metet një nga preokupimet më të mëdha për gjatë gjithë përvojës time institucionale, por edhe pas. Edhe gjatë mandatit tim presidencial, por edhe tash përmes Fondacionit Jahjaga, gratë dhe mirëqenia tyre kanë qenë dhe janë fokusi im kryesor. E them çdo herë dhe vazhdoj të besoj se të investosh në një grua do të thotë të investojsh në familje, të investojsh në shoqëri dhe të investosh në të ardhmen e një vendi. Do të thashë mbi të gjitha investim në perspektivën e gjithë secilit për ne. Pavarësia dhe fuqizimi ekonomik i grave është çelësi ndaj lirisë tonë, dhe krijimi i një shoqërie të barabartë dhe një shoqërie pa diskriminim. Pasi një grua e fuqishme në aspektin ekonomik e ka më të lehtë të ngrisë zërin për të drejtat e saj, e ka më të lehtë të thotë mjaft, si dhe të gjej forcën për të ndërtuar një jetë të re, duke lënë pas gjithçka që në cenon dinjitetin dhe integritetin e saj. Gjatë mandatit tim si presidentja e parë grua e Republikës së Kosovës, u përballa me shumë sfida, të cilat përveç se më dhanë vështirësi, edhe më mësuan shumë. Të fitoj besimin e qytetarëve të vendit tim, ishte qëllimi im kryesor, dhe me krenari e them që të këtë e kam arritur. Arritja të hyj në shtëpit dhe zemrat e juaja të dashura mike. Andaj ju falenderoj që për krah hapur me keni pritur çdo herë dhe çdo iniciativë time që unë kam pasur në interesin e juaj. Të jem pranë jush të dashura mike ka qenë çdo herë synimi im kryesor, të bëhem veshi që dëgjon shqetësimet e juaja, dora që u mban kur keni nevojë dhe zëri që flet kur padrejtësitë dhe sfidat u rrethojnë, ka qenë dhe mbetet kauza ime jetësore. Jo vetëm sot, por çdo herë unë mundova të jem pranë jush në mënyra të ndryshme, qoftë përmes mbështetjes morale e shpirtërore, si dhe asaj ekonomike. Natyrisht që për mua si Ministre e Drejtësisë, për mua si grua, është jashtëzakonisht e rëndësishme që të marr pjesë në aktivitete të tilla, për faktin se pavarësia ekonomike e vajzave dhe grave në Republikën e Kosovës është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe kur jemi këtu, sidomos të atyre vajzave dhe grave që në periudhat më të rënda të historisë sonë, pra të luftës, kanë vuajtur shumë për shkak të dhunës seksuale gjatë luftës, për shkak të këtij krimi të madh të luftës. Prandaj unë falenderoj të gjitha organizatat, përfshirë këtu edhe Medica Gjakovën, që pavarësisht që në të kaluarën institucionet nuk i kishin mendje të krimet e luftës, ishin pikrisht organizatat e shoqërisë civile, ishte pikrisht Medica Gjakova dhe të tjerat që hapën dyert për viktimat e krimeve të luftës, që hapën dyert dhe që i ndihmuan këtyre grave që të fuqizohen jo vetëm në aspektin e pavarësisë ekonomike, por edhe të rehabilitohen për shkak të periudhave të vështira dhe sfidave që i kanë pasur gjatë jetës. Dhe Ministria e Drejtësisë, pikrisht duke u bazuar në përgjegjësitë institucionale, ka pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me organizatat e shoqërisë civile. Atë që e përmendi presidentja Jahjaga, në fakt janë dy aspekte tepër të rëndësishme që i përmendi presidentja Jahjaga. Njëra ishte që t'i hapim dyert si institucione dhe pikrisht është kjo ajo çfarë ka bërë presidentja Jahjaga derisa ishte presidente e vendit në mandatin e saj. Dhe aspekti i dytë ishte solidariteti gjinor dhe bashkëpunimi. Pra, nuk mendoj që mund të kemi suksese nëse institucionet i mbyllin dyert, dhe pikrisht për këtë, Ministria e Drejtësisë ka pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me organizatat e shoqërisë civile, madje buxheti për projektet e organizatave të shoqërisë civile është më i madh ndonjëherë,
Pra kemi gjetur me 600.000 euro, tash kemi 2.5 milion euro që Ministria e Drejtësisë i ndan për çdo vit për organizatat që merren me çështje familjare dhe sociale. Dhe po ashtu aspekti i bashkëpunimit, sepse as ne si institucione dhe as organizatat e shoqërisë civile nuk mund të bëjnë asgjë vetëm. Prandaj në këtë frymë dhe në këto mesazhe që i përqoj edhe presidentja Jajaga, unë thras njësoj që të jemi bashk kur bëhet fjalë për çështjet gjinore, për mbrojtjen dhe për avokimin për çështjet e grave në përgjithësi, që ta mbështesim njëra tjetrën pavarësisht në çfarë pozicioni mbajmë, sepse sot mund të jemi ne, nesër mund të jetë dikush tjetër. Prandaj le të jemi bashk, le të flasim për pavarësinë ekonomike të vajzave dhe grave, le të mbrojmë ato kur ndaj tyre përdoren gjuhë mizogjene, seksiste e kështu me radhë, sidomos këto i kemi parë së fundi. Pra secili mund të ketë mendime, mund të përballemi me të njëjtat, por asnjëherë që të kemi sulme e gjuhë të tilla të papranueshme.